أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي خلقنا في أحسن التقويم والذي جعلنا من المسلمين والذي جعلنا من أمة محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimet I takojnë Allahut Dhul Gjelal, krijuesit të gjithësisë, ai I cili I lartë madhërishëm është që na krijoi në formën më të mirë. Allahut Dhul Gjelal I takon falënderimi që na bëri pjesëtar të Islamit dhe na bëri pjesëtar të ummetit të Muhammedit, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të dërguarin tanë, për familjen e tij, mbi shokët e tij, deri në ditën e gjykimit. Ne jemi në muajin e Ramazanit, muaj I mëshirës, muaj I begative, muaj të cilin Allahu I lartë madhërishëm e bëri mëshirë për ata të cilët respektojnë urdhrat e Allahut, agjërojnë duke qenë të përkushtuar në agjerimin e tyre, agjërojnë edhe ata të cilët nga pamundësia për të agjëruar, për të ndenjur pa bukë dhe pa ujë, ata ushqejnë skamnorët për shkak se ishte sprove Zotit. Allahu në këtë formë e bëri që njerëzit të kenë lidhshmëri me njëri tjetrin, njerëzit të bashkëjetojnë dhe të jetojnë me mirësi. Andaj Allahu Dhul Gjelal në Kur'an në surën Nisa, ajeti 36, thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Besonja Allahun. Allahu këtu na urdhëron që ta besojmë Allahun I vetëm dhe duke mos I bërë shok atij, wala tushriku bihi shay'a, dhe mos e bëni adhurimin përveç se për Allahun. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin, dhe me të afërmit, me familjarët dhe me skamnorët të jeni të ndershëm, të jeni të mirë, të gjendeni në ndihmë dhe t'i respektoni. Wal jari dhil kurba, wal jari l'gjunubi, was sahibi bil gjëmbë. Edhe me atë fqiun të cilin e ke afër, por edhe me fqiun të cilin e ke larg. Was sahibi bil gjëmbë, dhe me shokun e jetës I cili të shoqëron gjithkund dhe gjithmonë. Wabn as-sabil, edhe me udhëtarin I cili është nevojtar. Wa ma malakat aymanukum, dhe me ata të cilët I keni në pushtetin tuaj. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu me të vërtet nuk e do atë I cili është arrogant dhe është nga ata të cilët mburret. Prandaj, le të jemi të mirë me prindërit tanë, le të jemi ata të cilët në këtë muaj të Ramazanit t'ju përkushtojmë kohë dhe të kontribojmë për të mirën tonë dhe për të mirën e harmonisë familjare, të prindërit tanë, fëmijët tanë, fëmijët tanë, shokët tanë dhe të gjithë nevojtarët, që ashtu siç ne e presim Ramazanin me shumë kënaqësi, dhe kur vjen Ramazani të gjithë kënaqemi, që është muaj I cili na jep emocion, na I kënaq shpirtin, na kënaq zemrën, le të mundohemi që këtë ndjenjë,
këtë kënaqësi, ne t'ju ofrojmë edhe atyre të cilët kanë nevojë për këtë dhe vetë askush nuk mund të arrijë këtë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Ai i cili ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, ai le ta respektoj dhe le ta nderoj mikun e tij. E ai i cili ka besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta respektoj fqihun e tij. Andaj, le të jemi ata të cilët do ta ndajmë këtë muaj të Ramazanit duke ja mundsuar secilit që ta përjetoj muajin e Ramazanit me kënaqësi, duke ju ndihmuar atyre financiarisht, duke mos hidhruar ata, duke ju qëndruar në ndihmë të gjitha sprovat me të cilat ballafaqohen. Le të jemi shembull më i mirë. Porosia ime për ju të nderuar besimtarë dhe besimtare, përderisa jemi në këtë muaj të Ramazanit është: nëse doni që Allahu Dhul Xhelal t'ju ndihmoj, ndihmoni të afërmit tuaj, fqinjet tuaj dhe sidomos prindërit tuaj. E nëse doni që Allahu t'ju furnizoj për atë që meritoni dhe për të gjitha veprat e tjera për të cilat Allahu na ka dhënë shpërblime të mëdha dhe risk që ne ndoshta nuk i kemi merituar, andaj respekto fqiun tënd, ndero komshiun tënd dhe ndero shokët e tu. Ji shembull i mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.